U bor, në hije, qëndron e ama, një grua e moshuar, me bastun në dorë dhe me syt plot jetë. Ajo sri do të papun, tregon Marku me mall, edhe pse i lodhur nga vitet, kujdeset për shpendët dhe ndihmon në çdo gjë që mundet. Kena ken pukarej. Edhe u bon rëmuja si u bon, mund mërgimin të të ndjel. Mund mërgimin djali dytë, i kulle Marku, i kulle i vogli, tanë shkuën një mas njëjtë, me plak, me 2 nonset, e me 2 palë fëmijë, me bagëtije ishim një aty. Si përvonimisht, edhe djali i dytë e morë nosen me 2 fëmijë. Ishin 2 gratë motra, ishin 2 punate a 2 motra. Ertë në kërët javës mërë dhe punatën, në gëmorë një kanë kaluë, me fështirësi bëllë. Njëna 2 fëmijë, tjeta 3 fëmijë e tjerë. Si atëherë, po mirë bëllë, bërë qëvërë zotit nga ka për krahë Italia shumë. Me gëmorë e fëmija, me gëmorë e fëmija. Shumë e shtirë, shumë e shtirë. Edhe po, kur i prind vetin gratë, vetëm me njës të huajtë me fëmijët.